Të nderuar delegat të Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, e nderuara kryesuese e organit më të lartë të subjektit ton politik, Arbria Nagopsi, të nderuar nënkryetar të Lëvizjes Glauk Konjufsa dhe Mrika Limani Myrtaj, i nderuar sekretar organizativ Alim Rama dhe koordinator e komiteteve profesionale Dejona Mihali, i nderuar sekretar për marrëdhënie ndërkombëtare Harula Çeku, e nderuara kryetare e grave për vetëvendosje Albulena Haxhiu dhe i rinis për vetëvendosje Libran Kelmendi, të nderuar ministrat të qeverisë, kryetar të komunave, deputet të kuvendit e zëvendës ministra, drejtore asamblejista anën vonë Kosovës, të dashur aktivist dhe aktiviste, të nderuar pjesëmarrës. Mirëdita gjithëve dhe mirë se e gjejmë njëri tjetrin në këtë mbledhje të 62 në prag të 15 vjetorit prej se kemi filluar të mbajmë mbledhjet e Këshillit Përgjithshëm, pra që nga 25 qershori i vitit 2011. Është hera e parë që po takohemi pas fitores rekord dhe historike 2 muaj më parë në zgjedhjet parlamentare. Gëzuar edhe një herë urime për aksionin që te kalon edhe imagjinatën, fushata zgjedhore e vetëvendosjes për 28 dhjetorin 2025 ishte e papar jo vetëm në Kosovë e te kombë shqiptar, por edhe në rajon e Mëxhër. Unë shpreh mirënjohjen time të thellë si kryetari i Lëvizjes për të gjithë juve këtu, për të gjithë ata e ato atje e kudo që janë për secilin e secilin, sepse ka qenë angazhim gjigant i cili na ka sjellur në këtë lartësi, të cilën mund ta kemi dëshiruar, por nuk mund të them që edhe e kemi paramenduar kollaj. Prandaj faleminderit të gjithëve nga zemra dhe urojmë të nxjerrim mësimet e mira nga fund viti 2025 për jo vetëm vitin 2026, por edhe shumë vite në vijim. Pra, ajo fitore erdhi edhe nga ajo fushat, e cila padyshim që nuk ishte thjesht një garë politike. Ishte një lëvizje e gjallë, fort vitale, e cila përfshiu mira vullnetar, aktivist dhe simpatizant në të gjithë Kosovën, nga viset e banuara me shqiptar, por edhe nga mërgata jonë e dashur. Energjia, përkushtimi dhe durimi i tyre ishin forca jonë më e madhe. Pa këtë angazhim, asgjë nuk do të ishte e mundur, me atë angazhim gjithçka na u mundsua. Kujtoj momentin historik të 6 tetorit 2019, kur populli na dha një votë bindëse për ndryshim në nxorri të parët në garë, dhe atë ditë tham, doli zogu nga Lëvozhga e nuk kthehet më. Ishte dita kur vendi tregoi se rruga për punë dhe drejtësi, për kushtim ndaj qytetarëve dhe shtetit nuk mund të kthehet pas. Në zgjedhjet e shkurtit 2021, ai zog filloi të fluturoj, dhe më pas me këtë fitore në mbrëmje dhjetorit 2025, shtriu krahët e tij mbi gjithë Republikën, duke na dhënë një mandat edhe më të fuqishëm për të vazhduar rrugtimin tonë. Slogani i fushatës siguri dhe begati shprehu synimin për një shtet më të fortë, më të drejtë dhe me zhvillim të qëndrueshëm. Ndërkaq mos lëshope u bë thirrje e përbashkët cep më cep mes nesh dhe qytetarëve për këmbgulje përballë çdo sfide. Mos lëshope në fakt ishte edhe më shumë se thirrje, ishte përkufizim i rrugtimit ton dhe i vendosmërisë për të mbrojtur interesin publik dhe sovranitetin e vendit. Ne, siç e dini të gjithë, nuk i kërkuam zgjedhjet e dhjetorit, as qytetarët nuk kërkonin një tjetër proces elektoral, vendi kishte nevojë për punë e për paqe, për vazhdimsi e siguri, për zhvillim e stabilitet. Por kur zgjedhjet u bën të pashmangshme, populli foli qartë. Ai nuk deshi kthim pas, por vazhdim përpara. Dhe këtë e shprehu me një fitore teje të madhe.
me 51.1% të votave, duke e kthyer një situatë të padëshiruar bllokimi në një mandat të fuqishëm për progres. Pra jo 50%, po 51%, dhe jo 51%, po 51.1%. Ky numër ta ngjall figurën e Zotit me laps. 51.1%. Të dashur qytetar, të nderuar aktivist, ne I fituam këto zgjedhje me popull e për popull, me mas shumti vota për formimin e institucioneve në historinë e Republikës sonë. I fituam ato bashk në pothuajse secilën komunë, duke shënuar rritje në çdo njërin prej tyre, në 24 prej 38 komunave. E në këto 38, siç e dim, 11 janë aso me shumicë të pakicave, që do të thotë se në 24 nga 27 jemi edhe të parët edhe në ngritje. Një besim kaq I madh dhe një vendosmëri kaq e fortë na përull dhe na obligon të punojmë për të qenë lartësinë e pritjeve që qytetarët kanë për ne. Ky rezultat nuk na bën më të fortë përballë kundërshtarëve politik, por na bën më të përgjegjshëm para qytetarëve të vendit tonë. Kjo fitore nuk është vetëm e një individi, as e vetëm një ekipi, por e shumë ekipeve të tëra që punuan pa u lodhur për të sjellë punë dhe drejtësi për secilin qytetar. Kjo fitore e jona ka një rëndësi edhe numerike edhe politike. Numerikisht, rikthimi me mbi 51% të votave pas një mandati të plot tregon se qytetarët vlerësojnë punën konkrete zhvillimore, progresin shoqëror dhe stabilitetin institucional. Kurse politikisht zgjedhjet e 2025-s nuk ishin vetëm një garë mes partive, ato ishin një referendum për vazhdimin e reformave, për forcimin e sovranitetit dhe për zhvillimin e ekonomisë. Ky rezultat konfirmon se fuqia në Republikë buron nga qytetarët. Ata vendosin, ata kontribuojnë dhe ata krijojnë standarde të reja për qeverisjen. Kjo fitore është një mesazh se vendosmëria dhe përkushtimi triumfojnë mbi sfidat dhe pengesat politike. Ky triumf nuk është vetëm sukses elektoral, ai është shprehje e një etje të thellë për drejtësi sociale, rritje ekonomike dhe qeverisje të ndershme. Shënon fillimin e një etape të re të